Hi guys! Mirë se erdhe në kanalin ton. Sot po jap unë vlogun dhe jemi këtu me mamin që po Hi guys! unë të shkolla, mami të punë. Edhe iq bëni ndizni zilen, bëni kampanelinën, bëni subscribe edhe bëni like. Kërkoj gocave të vogla ndonjë histori të bukur, na i shkruajnë që ta lexojmë në videon e radhës. Shamoj? Në kapitoj. Se gocave, të gjitha gocat që shkojnë në shkollë, të na shkruajnë në koment një histori të çuditshme ose për të qeshur që i ka ndodhur dhe ne do ta lexojmë në videon e radhës. Edhe unë duja them një histori time tani. Praticamente atëre. Si. Atëre. Po isha të shkolla, po beja anglisht. Dhe ajo tha, që të thot present? Unë di që isha presente, jo present. Present do thot che sto impaccando regali. Come si dice impaccare regali in albanese? Po, përgatisja dhurata, përgatisja, paketoja. Perfect. Present do të thot che po përgatitja pakot e vitit të ri. Dhe unë kisha menduar që isha presente, jo present. Po ndodhin këto gjëra, Një vau. Që njësa i ka 300 guys, po ikim, ju përshëndesim, ju urojmë një të hente të bukur në familjen e juaja, në punët e juaja. Oggi cos'è? Hente, giovedì. Buon venerdì. Oggi per me è l'ultimo giorno di lavoro, perché domani non ce l'abbiamo, siamo in cassa integrazione. Edhe kam premte shtu ndjel shtëpi. Do qetësohemi një çik. Ciao guys. Bye. Mjafton. Përshëndetje, mirë mëngjes nga kanali im. Unë jam Alketa, për ju që nuk më njihni, dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Mos harroni të bëni një subscribe, dhe për të gjithë ju që tashmë jeni pjesë e kanalit tim prej kohësh, ju dërgojmë një putje dhe një zemër. Mos harroni të vazhdoni të më suportoni. Unë sa jam Zyrën e Xhumi, sot është e premte, data 23. Kemi bërë kafe uçen tonë. Edhe do pim kafen, do sistemojmë gjërat e mëngjesit dhe sot e kemi ditën full, kam për të mbyllur disa punë, më pas nga ora 3 kemi për të shkuar për të bërë thonjë, edhe po, thash ta hapja pa kanalin tim, edhe të xhirojmë ndonjë gjë edhe për ju, duke qenë se sot kam për të bërë disa gjëra ndryshe, edhe t'ju marr me vete, në këtë mënyrë nuk ndihem as unë vetë. Ju si keni qenë, çfarë keni bërë, me çfarë jeni marrë gjatë kësaj jave, sepse unë kam qenë punë. Të premten e kemi pushim, që kështu e kam pak kohë edhe të marr veten, premte shtu ndjel, sot do qetësohem, si thash, do merrem me disa punë të mia. Dhe shtuna dhe djela do t'ja dedikoj Amar Lile Studio, në për live, me të folur me gocat, mbase ndihmojmë ndonjë gocë me problematika të ndryshme në fytyrë apo flok. Kështu mos harroni që edhe ta shpërndani këtë kanalin, duke qenë se është një kanal familjar edhe me produkte natyrale, 100% me barë esenciale, dhe krijohen sipas tipologjisë të lëkurës në moment, dhe pse jo. Të provoni, në italisht është një fjali që thuhet chiedere metà della vere, dhe juve të pyesni është njësoj sikur keni marrë gjysmë, që kështu, unë po vazhdoj të pi kafen, edhe pse sot jam ngritur jo e çplodhur, ndjem akoma shumë e lodhur, po
Amarilisën e kemi në shkollë, Amarildo dhe Arli kanë filluar të lozin, të dy, aty te tapeti. Edhe kështu. Kjo është. My life. Njohemi në vazhdim. Cheers. Jemi bërë gati. Bëjmë një xhiro. Çunat e mi kanë ikur, më kanë lënë mua këtu. Kanë ikur para. Amarilisin e kemi në shkollë. Edhe vikim xhiro. Fillushin që Griselda i është bërë se vda. Oj Griselda! E diti Griselda që do marrë një tjetër unë edhe ta kemi të dyja meqi. Po do t'i një ta jap. A disa e bukur është kohë, tani do t'ja u tregoj pak kohën dhe outfit check timin. Goca, kohën e kemi kështu, është fantastike. Ja, si që shikoni, kemi dhe diellin këtu. Shikoni? Edhe tani do t'ju tregoj çik outfit check-un tim. Atëre goca, pellushi, si që dini, poshtë kam një triko basic të zezë, kam tuta të zhyra nga fundi, këto të ngrohtat, edhe kështu. Bukur, thjesht, pa gabime. Sot do bëjmë edhe thonjçkat, edhe po, kurohemi një çik, kujdesemi për veten, duke qenë se kemi punuar fuqishëm. Çfarë do ti mami? Uno cioccolato, uno Shikoj bianco. çika atje. Shikoj mamen. Unë kam dalë për kafe, me çunat e mi. O çuna. O çunat e mi. O niç. Shikoj çik këto mama. Ba ullu tyra. Ullu. O çunat e mamit. Një do mami shumë. O ka shënë në gjakë dhjam ty o dritë. Ja, pim dhe në kafe me burren. O burre. O shtëpia ku im ti. O shpirti im ti. Tani, tani nuk do thonë më gratë të dëshpëruar, apo do dalin telenovel burrat të dëshpëruar. Jo, shtëpiak. Fasulet e ishin zje. Dhe fasulet e tua as qeni nuk janë të. O niç. Dashuri, të piaq. Të bëjmë kështu, që shbëjnë ato kështu? Ato. Sa e mirë. Hai freddo tu babà? No, no. Sta bene, babbo. Ali, no babbo. Sta bene, Arli, scusa. Deri në grëncën e fundit. Puna që ti dhe i kështë ne, më në kështë nga një dirë në det. Ja burë, unë sot kam kështu. Por mund t'i iksh me fmit. Më qo mua ti edhe di një gjyre me fmit. Është drejta e mira ishte tani, ti kemi drejt. E, po kemi Se pëse punë. Kam për ti kur tek sindikata unë. Bëj që kaj daj. Hajde kërtasin. Papo, tu non ci prendi. Është ora 1 e caktë, sa kam mbaruar punë tek sindikata. Për ligjin 104 të Arlit. Shohim çfarë bëhet, çfarë mund bëhet edhe kështu. Ikim shtëpi tani. Tani erdha pak në supermerkato të marrë ndonjë gjë për vete, duke qenë se fillova palestrën dhe rutinën e dobësimit, që kështu. Shpenzimet i bërëm, i vendosëm këtu në makinë. Tani nisemi drejt për shtëpi, sepse unë në orën 3 kam për të bërë thonjët. Edhe nisemi.
ham edhe qik drek, se ka vajtore drekës në hahet buk tani. Goca, shikoni se kam bërë makinën zi, se pastrova. Qojmë ata? Më ban në aromë shumë të mirë. E pastrova unë makinën, shu si e bëra. E kam pastruar, kam bërë zit, s'kam shysh parë këtu, 1 orë. Duke pastruar, Amarildo me fëmijët e zhysin e bëjnë zhullë, unë kam 1 orë më bën gisht copa këtu. Duke pastruar. Ngjova Amarildo. O goca, bëj shaka, e ka pastruar Amarildo. Unë dhe kalamasht e zhysi. Ja, unë nuk e zhys faktikisht. Vete zhyt, vetë do e pastrojnë, se më shumë Amarildo e për të është e sa unë. Hej goca, si kam marrë fare me vete. Tani, sepse isha në shtëpi, si që o ktheva nga shpenzimet, i dha Charlit për të ngrënë, Amarilisit, sistemova gjitha shpenzimet, edhe fola me një kliente që kishte vajtur produktet me Irenën, që e përshëndesin që fse të shikojnë këtë video. Edhe kur shikon, kishte vajtur orari për të shkuar për të bërë thonjë. Ndërkohë Amarildo po pastronte makinën, që si që patun po e merja pak, po beja pak shaka, po thosha që pastroj unë, kështu bla bla bla. Edhe tani jam këtu, shumë afër, për të bërë thonjë katemia. Tani nuk e di fare si t'i bëj. Normal që do t'i bëj natyral, po mendoja të bëj një French, ose t'i lija kështu. Si thonjë, nude, nuk e di, qofim. Sa erdha tek kushurira ime, dhe thonjë, ka ndryshuar qik lukun, na pas ka vën perde këtu. Edhe për të gjitha goca që përveç thonjëve, duan të bëjnë depilim, qërpik, depilim, vetla, mustiqe, krahë, pa tjetër, plus edhe ka shtuar trajtim fytyre, pastrimin e fytyrës, që të heq, do të pikat e zeza pa pastërtit, masazh më hamendja. Gjithsesi, unë do të marr një kartë vizita pastaj dhe do t'ja vlog këtu, bëj një screenshot, sidomos ju që jetoni këtu te zona Gambeto, Los Cesena, Savignano, San Mauro, kështu. Bëjni pak një, e dini vetë ju. E dini që kur shkoj ju, si kam shgënjur tani, aty shgënjoj tani. Hajde tani shifoj pastaj kur ti mbaroj. Për momentin janë kështu. Shikojini mirë se do ndryshojnë. Si na kafja. Ndërkohë për jashtë ta heqin dritat e vitit të ri. Edhe po. Ja goca i bëra unë thonjë, shumë thjesht, bukur, pastër, më pëlqejnë shumë. Dhe i nisa për French, po. Qa ti bëj Gerta, që më bën këtë bazën, që gjithmonë kur e bën, unë dashurohem shumë me këtë bazën. Shumë bukur. Goca, kjo është darka ime, do hajmë buk tani, sepse në 7:30 kemi palestër edhe thonjët gjithashtu. Qa do di nëna? Është ora diku tek 10 dhe ne jemi shtrirë për gjumë. Unë tani do heq qik make-upin i thënë, që se make-up nuk kam lërë vetëm shkërpikat edhe buzët. Ti heq, dhe pak blarjen e fytyrës, vendos një krem, retinol. Kam pjerë një takiperin, se sot nuk e thash, por sot në mëngjes u zgjova me dhimbjen e menstruacioneve, merë sot. Edhe më ka filluar një dhimbje koke, tashim ka marrë gjithë pjesën këtu kështu. Kam ether, i vajnë takiperin, shpresoj shumë që të më qetësojnë. Filluam këto syve. Do iki të shtrihem, të qetësohem, sot kam bërë dhe palestër. Kemi shtu ndjelë për para, që sot të qetësojmë i pak. Dhe që të tregoj pakës edhe thonjë katemia, se duken shumë bukur. Më pëlqejnë jashtë mase shumë. Tani do lidh qik flok katemia, kështu larë, të laj fytyrën dhe do shkoj të flegjum, që kështu diku këtu po ju them natën mirë. Shikoni, nesër. Hi guys, jemi nga Djela dhe unë kam ardhur në një qendër këtu, sepse duhet marrë një parë atlete për punë, që janë ato kështu si hark
do t'ja tregoj, edhe pastaj do ikit te mami t'i loj flokët. Shkojmë. Mirëmëngjes, guys. Unë Marilis si po bëhemi gati, po pres bëhet kafja, pim kafen edhe do nisemi. Ju urojmë një fillim jave të mbar të gjithëve, kushdo që shkon nëpër punë apo nëpër shtëpia, edhe ato që s'punojnë fare. Një fillim jave të mbar. Hi guys, mirëmëngjes nga e Marta. Jemi këtu duke bërë gati me Marilisin. Unë po mendoj të bëj një kafe ta piqër këtu, se te puna është me lek. Amarilis, qo. Amarilis do veshin shoeboxin dhe përparsen e shkollës edhe do hiqe. Hi guys, jam përpara fabrikës. Jam parkuar mes dy kolegeve, një e kam ande, një e kam këtë. Dhe tani ikim të fotemi në punës. Ditë e martë. Ju uroj punë të mbarë qitë. Shifemi në vazhdim. Hi guys, është ora diku tek 9, pa qik. Unë se kam bërë palestrën edhe po ja Marilit për të ngrënë, e ngrë qik buk, edhe Marilis gjithashtu hëngri, ndërkohë kam vënë fasullet për të zjerë për nesër, për drejt, t'i ketë Maril doa që të hajmë buk. Unë çuni po pim pici. Unë tani edhe pak edhe do shkoj të bëj një dush, se më fillon Big Brother. A mi ule qik televizorin. Edhe dështrimi, e mashafash se jemi të lopër. Kemi bërë 8 orë punë më njërës. Erdha në shtëpi bëra edhe një set që e kisha të porositur edhe e mori goca këtu te shtëpia. Pastaj bura fasullet, i dash fëmijëve në engjë për të ngrënë sistemova që shtëpinë. Bëra palestër një orë. Tani po jap darkën fëmijëve, Maril do shtlosin top. Edhe do bëj dush edhe direkt te krevati, shikojmë çik sa të mundemi Big Brother dhe pastaj gjumë, se nesër jemi prapë në punë. Dhe nesër është e mërkur. Sot ishte e martë, sot ishte. Kjo këtu më shëruar thjesht më ka ngelur shenja dhe ikin avash avash. Ika tani. Paq. Shihemi. Shihemi. Ne. Unë ka marrë malli për këtë bio. Mirëmëngjes. Nga e mërkura jonë, jemi për gati për punë dhe për shkollë. Ikim. Sa kam dalë nga puna, edhe dua t'i tregoj se ç'është është pamja për jashtë. Jam shumë e lodhur. Ja ku është makina ime, shikoni çik çfarë pamje ka rënë shi, por shumë bukur. Ej, mirëmëngjesi njerëz nga e henjtja ime, jam në makinë edhe shikoni çik gjendja se si është. Ai qielli i bukur që u dukshe dje, sot është kështu. Mirëmëngjes. Edhe këtu jam unë. A kam gjumë? Po. A jam gati për punë? Jo. A dua që të punoj? Shkojmë punojmë edhe sot. Se një të shë premte dhe dorim në shtëpi. Shumë e lodhur jam. Hi guys! Ne po ikim t'japim shenjat e gishtit të Arlit. No, mamma, no. Shenjë dokumentet. Dhe pastaj do vim të shtëpia.
Goca, sa po jemi kthyer në shtëpi, e kam bërë Arlit një pica për të ngrënë. Amaril do ka shkuar të marrin Amarili si në shkollë. Edhe më pas, unë kam për të shkuar në një qendër estetike, sepse shoqja ime më ka rezervuar një servis, një trajtim fytyre 1 orë vetëm për mua, mezi po pres, kam vërtet shumë nevojë. Do më çojnë Amarildo dhe pse Amarildo do rinë me fëmijët. Pastaj më pas kemi disa punë të tjera për të mbyllur, se sot dham shenjat e gishtit të Arlit, edhe më pas do të shkojmë edhe te Kupi t'i marrim doktor. Edhe këto janë disi gjërat që do të bëjmë sot. Pastaj mendoj që të shkoj një gjëra edhe tek ti Gota, edhe të mbaroj disa punë shpejt e shpejt. Pastaj të shtunë edhe diela e kam vetëm pastrime, sistemime, lavatrice, shtëpia, domethënë se fillon prap puna nga e hëna në të hinte dhe e dëshoj. E Arlin mazuri pak makina kur shkuam deri në Çesena që dham shenjat e gishtit, edhe kur erdhëm i dash pak takiperin sepse po u përdjente, sa më dhe mbarku, dhe për mendimin tim e zori pak makina. Edhe këto janë të rejat e fundit, ju tregoj pak edhe outfit check-un tim, shumë i thjeshtë, ndërkohë po përgatis edhe drekën. Sot kam veshur këtë bluzën e zezë, thjesht, basic, me këto pantallonat e gjëra, atletet, dhe ndjehem disi kështu, po vazhdoj akoma palestrën dhe ndjehem shumë mirë që kështu faleminderit Angela. Dhe kjo është my outfit check dhe do t'ju marr me vete tek qendra estetike ku të bëj trajtimin. Goca sa kam ardhur tek qendra, tani do ngjitemi lart, por me thënë drejtën nuk e di as vetë se ku t'hiki. Sa po kam ardhur te qendra, më kam bërë që t'heq bluzën, vetët, edhe të akomodohemi dhe të bëjmë trajtimin. Ecco ci qua. Sa po kam mbaruar masazhin, fytyra duket kështu. Jam shumë e kënaqur, më shpjeguan çdo gjë në detaj, edhe më pëlqen shumë. Kështu dukem. Dhe tani duhet të çohem, por faktikisht do doja të rija këtu, tipu si një dorë gjumë. Ja, gocat e mia si dukem. Më pëlqen shumë, shumë.
No, no, a te no. Ah, ma ti posso accendere di più le luci? Tani Doikim Toshiko in palestra. Qua ci sono tanti prodotti. Dai, così se lo vede qualcuno. Hai visto? Ah, non ce ne sono quindi. No, oggi no.